Të mërkurën në orën 11 në sallën e Këshillit Bashkiak u zhvillua mbledhja e parë për muajin janar 2026 e Këshillit Bashkiak Kuçov, e thirrur nga kryetari i Këshillit Aleksandër Ziu. Në rend dite ishin miratimi i procesit verbal të mbledhjes së kaluar, miratimi i rendit të ditës, si dhe paraqitja e problematikave dhe çështjeve të komunitetit nga këshilltarët bashkiak. Gjatë mbledhjes u shqyrtuan dhe disa projekt vendime, mes të cilave kriteret për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% të buxhetit vendor, ndryshime të VKB-s për kategorizimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë dhe njësive administrative, si dhe projekt vendime për shpërblimin e nxënësve të shkollave të mesme të Kuçovës me rezultate të larta që ndjekin vitet e para të arsimit të lartë. Po ashtu, u miratuan disa programe 5 vjeçare të strehimit social të Bashkisë Kuçov, projekt vendime për privatizimin e pasurive të paluajtshme, si dhe planet e punës dhe vendimarrjes së Këshillit Bashkiak për periudhën janar-dhjetor 2026, përfshirë planin vjetor të konsultimeve. Pavarësisht debateve dhe diskutimeve nga këshilltarët, projekt vendime të miratuan sipas rendit të ditës.